Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 42 vjeçe dhe jetoj në Përmet. Në letër, jeta ime duket e thjeshtë. Një shtëpi e vogël, një punë e paqëndrueshme dhe një rutinë që përsëritet çdo ditë. Por brenda kësaj thjeshtësie ka shumë më tepër se sa duket. Para disa vitesh unë kam qenë e martuar. Kisha një jetë jo perfekte, por të qetë, e ndërtuar mbi shpresën që një ditë do të bëheshim prindër. Ajo ditë nuk erdhi kurrë. Fillimisht e përballuam bashk, vizita, analiza, shpresa që shtyheshin nga muaj në muaj, por me kalimin e kohës diçka tek ish partneri im ndryshoi. U bë më i ftohtë, më i largët. Një prej ditëve më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Nuk mund ta vazhdoj më këtë jetë pa fëmijë. Nuk ishte thjesht një fjali, ishte fundi i marrëdhënies tonë. Kështu që unë ndam, dhe unë beta vetëm, në të njëjtën shtëpi, me të njëjtat mobilje, por me një bëshllëk që nuk mbushej dot. Fillimi ishte i vështirë emocionalisht, por shumë shpejt u bë akoma më i vështirë nga ana ekonomike. Kur je vetëm, çdo gjë bie mbi ty. Punoj her pas here, pastrim shtëpish, ndonjë ndihmë në lokale, çfarë do lloj gjëje që më del. Nuk kam një punë fikse, ka muaj që mezi dal në fund. Ka ditë që numëroj lekët për të parë nëse më dalin për dritat, për ushqimin, për gjërat bazë. Nuk është jeta që unë kisha imagjinuar, por është jeta që kam, dhe përpiqem ta mbaj. Shtëpia ime është e vogël, por është e imja. Një nga të pakta gjëra që më ka mbetur. Për një kohë ishte vendi vetëm ku ndihesha e qetë, derisa filloi një problem tjetër me komshiun. Përballë shtëpisë time jeton një burr. Edhe ai është i vetëm, gruaja e tij ka vdekur prej disa vitesh. Në fillim ishte çdo gjë okay dhe nuk kisha asnjë shqetësim, duke qenë se as nuk i kushtoj rëndësi. Ishte thjesht një komshi, një përshëndetje nga larg dhe asgjë më shumë. Por shumë shpejt gjërat filluan të bëhen të çuditshme. Vura re që çdo herë që dilja në dritare, ai dilte në balkon. Në fillim mendova që ishte rastësi, por në fakt nuk ishte. Filloi të ndodhte çdo ditë. Sa e rapja perden, ai ishte aty, duke më parë, pa u fshehur, pa turp. Në fillim thjesht mbyllja perden. Nuk doja të krijoja situata. Por pastaj filluan gjestet. Gjestet që ai bënte ishin të pahishme, të qëllimshme dhe të papërshtatshme për një femër t'i shihte ato gjeste. Kjo më bëri të ndihem e ekspozuar në mënyrën më të keqe të mundshme. Imagjino të jesh në shtëpinë tënde dhe të ndihesh sikur dikush po të ndjek çdo lëvizje. Fillova të ndryshoj mënyrën si jetoja. Nuk dilja më në dritare fare. Perdet i mbaja të mbyllura, drita brenda ishte gjithmonë e zbet. Edhe kur ishte vap, nuk guxoja të hapja perden, sepse e dija që ai do të dilte dhe do të ishte aty, duke pritur. Në disa raste, ai madje fliste me zë të lartë që unë ta dëgjoja. Oj, mos u fshi, dil pak, më thoshte. Nuk i përgjigjesha asnjëherë, por kjo gjë nuk e ndalonte atë. Përkundrazi, dukej sikur sa më shumë unë e shtyja, aq më shumë afrohej. Kjo situatë filloi të ndikojë në çdo aspekt të jetës time. Nuk ishte më vetëm bezdi, ishte stres dhe ankth. Çdo mëngjes para se të hapja perden, shikoja me kujdes nëse ishte aty. Çdo zhurmë jashtë më bënte të mendoja që mund të ishte ai. Fillova të ndihem e burgosur në shtëpinë time. Kjo ishte gjëja më e rëndë, sepse ajo shtëpi ishte gjithçka që unë kisha. Një ditë pas shumë kohësh që e duroja, vendosa të mos hesht më. Hapa dritaren dhe i fola. Mos bëj më të tilla gjeste. Ai buzëqeshi. Një buzëqeshje që më bëri të kuptoj që nuk i merrte fare seriozisht fjalët e mia. Pse, më tha? Edhe unë jam vetëm dhe ti je vetëm. Nuk ka hije ti bësh këto gjeste në sy të një gruaje. Këto fjalë e prekën në nerv.
Ato që unë thash nuk ishin thjesht një justifikim, ishte një mënyrë që unë dhe t'i bëj të ditur që stop. Vetmia nuk të jep të drejtë të më shqetësosh. I thash. Ai nuk foli më, por nuk duke i penduar. Pas asaj dite vendosa të ndryshoj diçka. Nuk mund të vazhdoja të fshihesha. Fillova të hap dritaren edhe kur ai ishte aty. Dhe nuk reagoja fare, nuk i jepja vëmendje. Ishte shumë e vështirë në fillim sepse ndihesha në siklet. Por dal nga dal kuptova që reagimi im ishte ajo që ushqente sjelljen e tij. Dhe kur fillova mos të reagoj më, ai filloi të tërhiqej. Jo me njëherë, por pak nga pak. Gjithsesi, historia ime nuk mbaron këtu. Edhe pse ai u tërhoq pak nga ajo sjellje e hapur, diçka mes nesh kishte ndryshuar përgjithmonë. Nuk ishte më thjesht një komshi. Ishte një prani që më kishte hyrë në jetën time pa dëshirë, dhe tashmë duhet ta përballoja çdo ditë. Fillimisht mendova që duke i ignoruar gjithçka do shuhej. Por ai nuk bënte më gjeste të hapura, filloi me një mënyrë tjetër, më të heshtur, më të fshehtë. E ndjeja që më vëzhgonte, jo i gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë. Sa herë dilja në obor, sa herë shkoja të hidhja mbeturina, sa herë dilja për të blerë diçka, ai ishte pikërisht aty. Ose gjoja rastësisht. Brenda meje ankthi nuk ishte zhdukur. Përkundrazi, kishte ndryshuar formë. Nuk ishte më frika nga një veprim i drejtë për drejtë. Ishte ndjesia që dikush po më ndiqte në heshtje, dhe kjo më lodhi. Derisa një ditë ja thash Troç që nëse nuk ndalonte do ta ndiqja në rrugë ligjore. Për herë të parë, pasi i thash këtë gjën, ndjeva qetësi pas shumë kohësh. Por kjo histori më la diçka pas. Një mësim të fortë sepse më bëri të kuptoj se sa e brisht është ndjenja e sigurisë, sa lehtë mund të humbas ajo dhe sa shumë duhet të luftosh për ta rikthyer. Dhe mendova që pas asaj, duke qenë se disa ditë qëndroi pezull, mendova që gjithçka u mbyll. Ajo bisedë pranë derës time, ai pranimi i tij dhe tërheqja më vonshme do të mjaftonin që jeta ime të kthehej në një qetësi normale. Për disa kohë, ashtu ndodhi. Ditët kalonin pa tension, mund të hapja dritaren pa u menduar 2 herë. Mund të dilja në obor pa ndjerë shikime mbi mua. Ishte një liri që për mua kishte shumë vlerë. Fillova të marr frymë. Madje fillova të rikthej disa zakone që i kisha humbur, si për shembull të pi kafe në dritare, të hap perdet që në mëngjes, të lejoj dritën të hyjë në shtëpi. Por kjo fazë nuk zgjati përgjithmonë. Jeta në një vend të vogël si Përmeti ka një tjetër dimension, dhe njerëzit flasin. Shumë shpejt filluan fjalët. Në fillim ishin thjesht shikime, pastaj përshëndetje më të ftohta. Pastaj komente të cilat filluan edhe nga komshinjtë e tjerë. Më doli nami pa bërë asnjë gjë. Dhe dikush duhet vendoste kufit, kështu që u detyrova, një herë e mirë, të largohesha nga Përmeti. Nuk është ky mesazhi që unë dua të dërgoj tek të gjithë ata që po e dëgjojnë historinë. Mesazhi është të këmbgulni dhe mbase rrugët ligjore të ndihmojnë në këtë rast, të cilat unë nuk i përdora. Të këmbgulni, të gjeni të drejtën tuaj dhe mos të largoheni. Por fatkeqësisht, unë nuk e bëra dot. Më kthyej gjithë qyteti kundër. Qyteti ku isha lindur, isha rritur, kisha jetuar si vajzë, pastaj si grua e martuar. Dhe nuk mund të përballoja dot fjalët e njerëzve. Kështu që u largova përfundimisht.